Sot në sheshin Shatërvan të Prizrenit, një grupi disa të rinjive kishën dalur që në emër të ndihmave për skamnorët në prag të fillimit të muajit shenjtë Ramazanit kërkonin ndihma financiare për të ndihmuar siç thanë ata skamnorët. Kamera e radio televizionit e Besa për të mësuar më shumë për këtë dhe për të vërtetat e kësaj në të shumtën e rasteve që personat e pa autorizuar po keq përdorin ndihmat e këtilla. Deshte të mësoj edhe dedikimin e këtyre ndihmave dhe të mësoj edhe më shumë për këtë qëllim. Mirë po, si duket kësaj radhe në emër të shoqatës humanitare EZZ, sot kishte ndalur për kërkuar ndihmë, por të lartë përmendurit, po sa e pan kamerën tonë, nuk deshën të flasin dhe ikën drejtim të Prishtinës, por pa dashur të flasin siç shihet edhe nga incizimet tona. Në këtë raste, shpresohet se organet policore duhet të tregohen më të kujdesshme në rastet e këtilla, nga se në prag të muajit të madhrishëm të Ramazanit është keq që dikush për ndonjë interes personal të keq përdor bamirësinë e qytetarëve të këtij qyteti që vazhdimisht janë treguar bujar dhe humanitar.